Situatat e Bashkia e Tiranës, heshtje drejtësi e tensione politike. Tiranë, situata politike dhe institucionale në Bashkinë e Tiranës është në qendër të vëmendjes publike pas arrestimit dhe masave të sigurisë ndaj kryetarit aktual Erion Veliaj, një nga figurat më të diskutueshme të politikës shqiptare. Çështja ka ndezur debatin publik se çfarë po ndodh sot me qeverisjen e kryeqytetit, pse protesta nuk ka marrë hovë, dhe si lidhet kjo me kërkesat për llogaridhënie të autoriteteve qendrore. Arrestimi dhe statusi i Veliajt. Erion Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës prej vitit 2015, është në nënhetim të drejtësisë për akuza korrupsioni dhe pastrim parash, me akuzat e ngritura nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, që prej shkurtit 2025. Ai u arrestua më 10 shkurt 2025 dhe që atëherë ka qëndruar në mas sigurie, ndërsa procesi penal vazhdon në gjykatë. Megjithatë, vendimi për ta larguar Veliaj nga detyra u sfidua para gjykatës kushtetuese, e cila në nëntor 2025 vendosi ta rikthejë atë si kryetar të Bashkisë së Tiranës, duke argumentuar se vendimi më parshëm kishte pasur probleme procedurale. Ky vendim e ka rikthyer Veliaj në pozitë zyrtare, edhe pse ai vazhdon të mos ushtrojë aktivisht funksionet e tij për shkak të masës së sigurisë. Çështjet juridike dhe buxhetore. Situata juridike e Veliajt krijon pasiguri edhe në funksionimin e bashkisë. Sipas dokumenteve të fundit të drejtuara nga vetë administrata e Bashkisë së Tiranës, është ngritur një pyetje formale për institucionet qendrore lidhur me të drejtën e kryetarit të arrestuar për të marrë pagë apo për përfitime të tjera, ndërkohë që ai është zyrtarisht ende në detyrë. Administrata ka kërkuar interpretime ligjore nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Ministria e Financave dhe Ministria e Drejtësisë për të orientuar veprimet e saj për pagesat dhe statusin e funksionarit. Pse protestat nuk marrin hovë. Edhe pse çështja ka shkaktuar reagime të forta në arenën politike, protestat në masë të gjerë nuk janë zhvilluar në Tiranë apo në qytete të tjera lidhur me këtë rast, ndryshe nga ç'parashikohej nga disa përkrahas të opozitës. Një prej arsyeve të dukshme është mungesa e një lëvizje të organizuar dhe të koordinuar qytetare, edhe pse partitë opozitare kanë paralajmëruar protesta të tjera, përfshirë një tubim të planifikuar më 22 dhjetor për çështje të korrupsionit dhe drejtësisë. Një faktor tjetër që ka dobësuar mobilizimin publik është kompleksiteti legal i çështjes Veliaj, kur një vendim kushtetues rikthen në detyrë një zyrtar që është në proces penal, krijohet përçarje në perceptimin publik dhe shtohet pasiguri se çfarë duhet të kërkohet dhe kujt i besohet. Në vend të një thirrje unite kundër një figure të vetme, debati është fragmentar dhe shpesh i polarizuar politikisht. Presioni ndaj qeverisë dhe dorëheqja e Ramës. Edhe pse ka zëra që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe përgjegjësi penale për nivele të tjera të qeverisjes, këto kërkesa mbeten kryesisht në sferën e akuzave opozitare dhe medias kritike, pa një program konkret institucional ose kapacitet për të shndërruar ato në veprim politik të konsoliduar. Aktualisht, fokusi i diskutimit qëndron mbi funksionimin e institucioneve të drejtësisë, interpretimin kushtetues dhe mënyrën se si zbatohen ligjet për zyrtarët e zgjedhur në situata të tilla. Çështja e Bashkisë së Tiranës pas arrestimit të Erion Veliajt nuk është thjesht një skandal individual. Ajo nxjerr në pah krizën e besimit në institucionet publike, tensionet mes drejtësisë dhe politikës, dhe mungesën e një konsensusi qytetar për mënyrën e reagimit ndaj korrupsionit të akuzuar. Derisa zyrtarët ligjor debatojnë procedurat, qytetarët mbeten të fragmentuar, ndërsa protesta spontane dhe e gjerë nuk ka marrë formë. Kjo situatë nënvizon sfidat e mëdha të Shqipërisë për të konsoliduar sundimin e ligjit dhe për të kthyer besimin e publikut në një shtet drejtësie.